Ndërsa territori i qarkut të Shkodrës prej 5 ditësh ndollet nën prezencën e rresheve intensive të shiut, Komisioni i Emergjencave Civile zhvilloi mesditën e së mërkurës një mbledhje për të shqyrtuar situatën dhe masat e marra. Sipas prefektes Olta Duda, zona më problematike mbetet Oboti në njësinë administrative të anës së malit, ku sipas së rresheve intensive dhe shkarkimeve nga hidrocentralet, ka prani ujë në rrugë deri në 50 cm, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve të ulta. Zona e Obotit është një nga zonat të cilat le të themi ka pasur prani të ujit të shtuar, madje në rrugën kryesore ka dalë të ujit diku me një mesatare 30 deri në 50 cm, ku mjetet e kalushmërisë së ulët nuk mundet të kalojnë lirisht në këtë moment, dhe për këtë arsye, pikërisht në këtë zonë, është vendosur në dispozicion një mjet i kalushmërisë së lartë dhe trupa të forcave të armatosura, të cilët ndihmojnë pikërisht banorët e zonës që kanë nevojë të zhvendosen pikërisht përtej kësaj zone që është më pakalueshme. Po monitorohet nga afër dhe disa zona në Bashkinë e Valdejës, meqense janë zona të cilat janë disa banesa të izoluara nga uji i cili ka dalë në mënyrë të papritur dje nga shtrati projekt Linës, që ka dalë në mënyrë të papritur nga shtrati, madje ka patur dhe një dëmtim i cili është vlerësuar si jo kritik në argjinaturën e tij, për të cilin po punohet për riparimin në kohë dhe menaxhimin e situatës në terren. Ura e Bardhajve është një nga projektet të cilat patjetër do studiohen edhe do të bëhet vlerësimi. Në këtë moment që ne flasim, nuk paraqet rrezikshmëri, por paraqet prioritet për të vlerësuar dhe për të evidentuar dhe si një nga hotspotet e cila mundet që të aplikohet me projekte në vijimsi me emergjenca civile. Gjatë gjithë këtyre ditëve një pjesë e zonave në territorin e qarkut të Shkodrës kanë qenë pa energji elektrike, ku në disa fshatra ajo ka munguar edhe prej 5 ditësh. Prefektja bëri me dije se kjo avari e ardhur si pasojë e kushteve atmosferike është riparuar në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vijon puna në Kelmend për eliminimin e defekteve. Ka pas problematika, le të themi, më madhore se sa ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike. Vazhdohet puna akoma në disa zona për shkak të defekteve në transformator, po punohet intensivisht që energjia tashmë të jetë në mënyrë të pandërprerë në gjitha zonat që janë prekur nga kjo problematikë. Në një pjesë të madhe të tyre, në fakt, energjia elektrike, këtë momenti që ne flasim, është rikthyer. Megjithatë, është vetëm një zonë në zonën e Kelmendit ku ka patur një problematikë pak më madhore, për cilën po punohet intensivisht që sa më parë të jetë çdo gjë pa problem. Autoritetet vendore u bëjnë thirrje banorëve të zonave të rrezikuara të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin njoftimet zyrtare, pasi edhe në orët në vijim parashikohen rreshje intensive shiu.